Në muajin nëntor të vitit 1944, kur partizanët e Enver Hoxhës po hynin në Tiranë, një kolon automjetesh luksoze po largohej në errësirën e natës drejt kufirit italian. Në makinën e parë, të mbështjellë në një pallto prej kashemiri, ulej njeriu më i pasur i Shqipërisë, Shefqet Bej Vërlaci. Në bagazhet e blinduara, të fshehura në shtresa pëllurash të çmuara, ndodheshin arka të mbushura me monedha ari, diamante të paçmueshme dhe dokumente bankare që dëshmonin për llogari sekrete në Zvicër dhe Itali. Por çfarë nuk mori me vete ishte edhe më tregues, qindra njerëz që kishin shërbyer për të, që kishin mbrojtur çiftligjet e tij, që kishin besuar se ai do t'i shpëtonte. Ata u lanë pas në errësirën e një vendi që po shndërrohej në ferr për bashkëpunëtorët e fashizmit. Disa do të pushkatoheshin brenda javësh. Të tjerë do të kalbenin në burgjet e Burrelit dhe Spaçit për dekada. Ndërsa Vërlaci, brenda pak muajsh, do të vdiste në një klinikë private në Zyri. Ai ishte i rrethuar nga mjekët më të mirë të Evropës, duke lënë pas një pasuri kaq të madhe sa trashëgimtarët e tij do të jetonin në luks për gjenerata të tëra. Si arriti një njeri të grumbullonte një pasuri kaq kolosale? Dhe më e rëndësishmja, si ja doli t'ja merrte me vete në momentin kur çdo gjë po shembej. Për ta kuptuar madhësinë e asaj që Vërlaci mori me vete, duhet të kthehemi në atë që ai la pas. Në vitin 1945, më 29 gusht, regjimi i ri komunist miratoi ligjin e reformës agrare. Ishte një akt që në teori synonte të shpërndante tokën tek fshatarët e varfër, por në praktik ishte një hakmarrje sistematike ndaj klasës feudale që kishte shfrytëzuar Shqipërinë për shekuj. Pronat e para që u shpronësuan pa asnjë dëm shpërblim ishin ato të Shefqet Vërlacit. Qindra mijëra hektar tokë në Elbasan, në Myzeqe, në rrethinat e Tiranës, të gjitha u konfiskuan në një ditë. Por kur komisarët komunist hynë në konakun e tij të madh në Tiranë, ata gjetën vetëm mobilje të rënda, tapeçeri të çmuara dhe disa piktura. Asnjë ark me ar. Asnjë dokument bankar. Asnjë provë e pasurisë likuide që thuej se Vërlaci kishte grumbulluar gjatë dekadave. Ku kishte shkuar gjithçka? Pyetja e tyre ishte e njëjtë me atë që bëhej në çdo shtëpi shqiptare, si ja doli një njeri të zhvatet kaq shumë dhe të mos linte asnjë gjurmë. Përgjigja qëndronte në një strategji që Vërlaci e kishte filluar jo në vitin 1944, por shumë më herët. Ajo kishte nisur që në vitet e 20-ta, kur ai për herë të parë e kuptoi se pushteti në Shqipëri ishte i paqëndrueshëm dhe pasuria duhej mbrojtur jashtë vendit. Shefqet Vërlaci nuk ishte thjesht një çiftligar i pasur. Ai ishte një njeri që kishte mbijetuar çdo regjim që Shqipëria kishte njohur në shekullin e 20. Lindur në vitin 1877 në Elbasan, ai trashëgoi një perandori feudale nga familja e tij dhe e zgjeroi atë me një metodikë që sot do të quhej kapital agresiv. Gjatë perandorisë osmane, ai bëri marrëveshje me padishahët për të siguruar koncesione toke. Gjatë Republikës së Shkurtër të Fan Nolit në 1924, ai u bë kryeministër, por u rrëzua shpejt. Kjo përvojë e mësoi se pozicioni politik ishte i brisht, por pasuria e fshehur ishte e përjetshme. Kur italianët pushtuan Shqipërinë në prill të vitit 1939, Vërlaci nuk u fsheh. Ai i priti me krah hapur. Brenda pak ditësh, ai u bë kryeministër i qeverisë Quislinge, një pozicion që shumë e konsideronin si tradhti kombëtare, por që për Vërlacin ishte thjesht një mjet tjetër për të mbrojtur dhe zgjeruar pasurinë e tij. Gjatë asaj periudhe, ai nuk veproi si një politikan, por si një biznesmen i ftohtë. Ai nënshkroi koncesione me kompanitë italiane, siguroi kontrata ekskluzive për eksportin e drithërave dhe duhanit, dhe më e rëndësishmja, filloi të transferonte kapitale masive drejt bankave italiane dhe zvicerane. Kjo nuk ishte vjedhje impulsive. Ishte një plan afatgjat, i ndërtuar mbi një të vërtetë që Vërlaci e kishte kuptuar më mirë se kushdo tjetër. Në Shqipëri, pushteti vinte dhe shkonte, por ari në Zvicër mbetej përgjithmonë. Bankat zvicerane në vitet e 40-ta ishin një parajs për njerëzit si Vërlaci. Ato nuk bënin pyetje. Nuk kërkonin prova për origjinën e parave. Gjatë luftës së dytë botërore, ato pranuan pasuritë e nazistëve, të fashistëve, të diktatorëve nga e gjithë Evropa. Për një çiftligar shqiptar me lidhje me regjimin fashist italian, hapja e llogarive sekrete ishte një proces i thjeshtë. Historianët e ekonomisë sugjerojnë se Vërlaci përdori një rrjet ndërmjetësish bankier italian, avokat zviceran, madje edhe diplomat të korruptuar për të lëvizur pasurinë e tij pa lënë gjurmë.
Çdo muaj, shumë të mëdha ari dhe valutash të huaja largoheshin nga Shqipëria, kalonin nëpër Rom ose Milano dhe më pas zhdukeshin në thellësitë e sistemit bankar zviceran. Kur erdhi viti 1944 dhe ushtria gjermane filloi të tërhiqej nga Ballkani, Vërlaci e dinte se koha e tij në Shqipëri kishte mbaruar. Por ai nuk kishte nevojë të nxitonte. Pjesa më e madhe e pasurisë së tij tashmë ishte jashtë vendit. Ajo që mbeti për t'u marrë ishin vetëm asetet likuide, arka me monedha ari, stoli familjare, diamante dhe dokumentet që dëshmonin për llogaritë e tij sekrete. Në një natë të errët të nëntorit, ai i mblodhi ato, i vendosi në bagazhet e blinduara të automjeteve të tij dhe u nis drejt kufirit. Pas tij mbetën jo vetëm pronat, por edhe njerëzit që kishin besuar se ai do t'i shpëtonte. Kjo është pjesa më e dhimbshme e historisë së Vërlacit dhe ajo që e bën atë një simbol të tradhtisë së klasës feudale. Qindra njerëz kishin shërbyer për të. Rojet e tij personale, administratorët e çiftligjeve, madje edhe disa politikanë të vegjël që kishin lidhur fatin e tyre me të. Kur partizanët po afroheshin, shumë prej tyre i kërkuan Vërlacit ndihmë. Disa thanë se ai premtoi se do t'i merrte me vete. Të tjerë thanë se ai thjesht u këshilloi të fshiheshin dhe të prisnin. Por kur erdhi nata e aratisjes, në makinat e Vërlacit nuk kishte vend për askënd përveç familjes së ngushtë dhe bagazheve me ar. Ata që mbetën pas u përballën me hakmarrjen e regjimit të ri. Disa u pushkatuan menjëherë, të akuzuar si bashkëpunëtor të fashizmit. Të tjerët u dënuan me burgim të përjetshëm dhe u dërguan në Burrel dhe Spaç, ku shumë prej tyre vdiqën nga uria, sëmundjet dhe tortura. Ndërsa Vërlaci, brenda pak muajsh, ishte i vendosur në Zvicër duke jetuar në një apartament të mobiluar me shije në zyri, duke shijuar qetësinë e Alpeve dhe sigurinë e llogarive të tij bankare. A mendonte ai ndonjëherë për ata që la pas? A e mundonte ndërgjegjja për njerëzit që vdiqën duke besuar se ai do t'i shpëtonte? Apo për të, ata ishin thjesht humbje të pranueshme në një lojë më të madhe, lojën e mbijetesës së pasurisë? Në muajin korrik të vitit 1946, shefqet Vërlaci ndërroi jetë në një klinikë private në Zyri. Ai nuk vdiqi vetmuar, as i varfër. Ishte i rrethuar nga mjekët më të mirë që parat mund të blinin, në një dhomë me pamje nga liçeni i Zyriut, larg zhurmës dhe kaosit të Shqipërisë së pasluftës. Vdekja e tij nuk u shënua me zi kombëtare, por as me festime. Për regjimin komunist në Tiranë, ai ishte tashmë një emër i harruar, një simbol i së kaluarës që duhej fshirë nga historia. Por pasuria e tij nuk vdiq me të. Djali i tij, Ismail Vërlaci, trashëgoi llogaritë sekrete. Ai i përdori ato për të financuar Bllokun Kombëtar Independent, një organizatë antikomuniste në Mërgim që dërgoi agjent në Shqipëri për të kryer sabotazhe dhe vrasje. Shumica e atyre agjentëve u kapën dhe u pushkatuan. Ismaili, ndërkohë, jetonte në Rom, duke shijuar një jetë të rehatshme me paratë që babai i tij kishte vjedhur nga populli shqiptar. Kjo është ironia më e hidhur. Pasuria e Vërlacit vazhdoi të shkaktonte vdekje edhe pas vdekjes së tij, duke financuar operacione të dështuara. Ato operacione çuan në ekzekutimin e 10 shqiptarëve të rinj që besonin se po luftonin për liri. Sot, trupi i shefqet Vërlacit pushon në Cimitero Acattolico në Rom, një nga varrezat më ekskluzive dhe të bukura në botë, ku janë varrosur poetë si Jon Keats dhe Percy Bysshe Shelley. Është një vend i qetë, me pemë qiparioti dhe mermera të bardhë, shumë larg Baltës dhe gjakut të Myzeqes, ku fshatarët e tij jetonin në kasolle dhe vdisnin nga malaria në moshën 40 vjeç. Kontrasti është kaq i fortë sa bëhet pothuajse absurd. Ndërsa mijëra shqiptarë që punuan në tokat e tij nuk kanë asnjë gurvari të denjë, Vërlaci pushon në një vend ku turistët vijnë për të admiruar bukurinë dhe historinë. Kjo është trashëgimia e tij e vërtetë, jo pronat që la pas, jo paratë që mori me vete, por kontrasti mizor mes asaj që ai mori nga jeta dhe asaj që u dha atyre që e shërbyen. Dhe pyetja që mbetet e pafshirë është kjo: nëse pasuria e tij ishte kaq e madhe, nëse ai arriti të marrë me vete miliona në ar dhe valuta të huaja, ku shkuan ato para pas vdekjes së tij? Trashëgimtarët e tij jetuan mirë, por a ishte e gjithë pasuria e Vërlacit e dokumentuar? Apo ekzistojnë ende llogari sekrete, të fshehura në thellësitë e bankave zvicerane, që askush nuk i ka prekur prej 78 vjetësh? Për ta kuptuar se sa sistematike ishte strategjia e Vërlacit, duhet të shohim se si ai veproi jo si një aristokrat i vjetër që mbron trashëgimin, por si një kapitalist modern që diversifikon rrezikun.
që në vitet e 20, pas përvojës së tij të hidhur si kryeministër i rrëzuar nga revolucioni i Fannolit, ai kuptoi se pushteti politik në Shqipëri ishte i paqëndrueshëm. Çdo regjim i ri sillte me vete rrezikun e konfiskimit të pronave, të burgimit, madje edhe të ekzekutimit. Prandaj, Vërlaci filloi të ndërtonte një rrjet sigurie financiare jashtë Shqipërisë. Ai nuk e bëri këtë në fshehtësi të plot, ishte shumë i fuqishëm për t'u fshehur, por e bëri me një diskrecioni që vetëm njerëzit me lidhje të forta ndërkombëtare mund ta arrinin. Përmes bankierëve italianë që kishin interesa në Shqipëri, ai hapi llogari në Milano dhe Rom. Më vonë, kur marrëdhëniet e tij me regjimin fashist u forcuan, ai përdori ato lidhje për të transferuar para në Zvicër. Atje, ligjet e rrepta të sekretit bankar garantonin që askush nuk do të mund t'i gjurmonte, as qeveria shqiptare, as pushtuesit e ardhshëm. Çdo vit, një pjesë e të ardhurave nga çifligjet e tij, nga koncesionet e duhanit dhe dritërave, largohej nga Shqipëria dhe shndërrohej në arë, obligacione dhe valuta të forta. Kur erdhi viti 1944, Vërlaci nuk po aratiset me gjithçka që zotëronte, ai po aratiset me atë që kishte mbetur, sepse pjesa më e madhe tashmë ishte e sigurt. Por çfarë ndodhi me ata që nuk patën fatin të kenë llogari në Zvicër? Çfarë ndodhi me fshatarët që punonin në tokat e Vërlacit, me rojet që ruanin konakun e tij, me administratorët që menaxhonin çifligjet e tij? Kur partizanët hynë në Tiranë dhe filluan të arrestonin bashkëpunëtorët e regjimit fashist, shumë prej njerëzve të Vërlacit u gjetën në listën e zezë. Disa u pushkatuan pa gjyq. Të tjerët u dënuan me burgim të përjetshëm dhe u dërguan në kampet e punës së detyruar, ku kushtet ishin kaq mizore sa shumë nuk mbijetuan as vitin e parë. Familjet e tyre u shpërngulën, fëmijët e tyre u stigmatizuan si fëmijë të armiqve të popullit dhe u mohuan të drejtat bazike si arsimi dhe puna. Ndërkohë, Vërlaci jetonte në Zyri, duke shijuar qetësinë e një qyteti që nuk kishte parë luftë, duke ecur përgjatë bregut të liçenit, duke darkuar në restorante elegante. A e dinte ai se çfarë po ndodhte atyre që la pas? Sigurisht që e dinte. Lajmet nga Shqipëria arrinin në mërgim. Ai dëgjonte për pushkatimet, për burgjet, për vuajtjet. Por ai nuk bëri asgjë. Nuk u përpoq të ndihmonte askën. Nuk përdori pasurinë e tij për të korruptuar zyrtarë dhe për të shpëtuar jetë. Për Vërlacin, ata njerëz kishin shërbyer qëllimin e tyre. Tani ishin të panevojshëm. Kjo është e vërteta më e ftohtë dhe më e pafalshme e historisë së tij. Ai nuk ishte thjesht një njeri që mori pasurinë e tij dhe iku. Ai ishte një njeri që sakrifikoi njerëzit që i besonin për të siguruar që ai dhe familja e tij të jetonin në luks. Kur shefqet Vërlaci vdiq në 21 korrik të vitit 1946, ai la pas një trashëgimi që ishte njëkohësisht e pasur dhe e mallkuar. Djali i tij, Ismail Vërlaci, trashëgoi jo vetëm pasurinë, por edhe urrejtjen që emri Vërlaci ngjallte në zemrat e shqiptarëve. Ismaili u përpoq të përdorte paratë për të luftuar regjimin komunist, duke financuar bllokun kombëtar independent dhe duke dërguar agjent në Shqipëri për të kryer sabotazhe. Por çdo operacion dështoi. Agjentët u kapën, u torturuan dhe u pushkatuan. Dhe çdo herë që një tjetër i ri shqiptar vdiste në duart e sigurimit të shtetit, një pjesë e përgjegjësisë binte mbi paratë e Vërlacit. Ato ishin paratë që ishin vjedhur nga populli shqiptar dhe tani po përdoreshin për të dërguar më shumë shqiptar në vdekje. Ismaili vet nuk u kthye kurrë në Shqipëri. Ai jetoi në Rom, në një apartament elegant, duke shijuar një jetë që babai i tij ja kishte siguruar me gjakun dhe djersën e fshatarëve të Myzeqes. Kur vdiq, ai u varros pranë të atit në Cimitero Acattolico, në të njëjtën qetësi dhe bukuri që ata nuk e merituan kurrë. Sot, më shumë se 78 vjet pas aratisjes së Vërlacit, pyetja që mbetet është kjo: ku shkuan vërtet të gjitha ato para? Trashëgimtarët e tij jetuan mirë, por a ishte e gjithë pasuria e dokumentuar? Historianët kanë gjetur prova për disa llogari bankare në Zvicër dhe Itali, por asnjë nuk ka arritur të përcaktojë shumën totale. Bankat zvicerane, të mbrojtura nga ligjet e sekretit bankar, nuk kanë dhënë asnjë informacion. Dhe kjo ngre një mundësi tronditëse: çfarë nëse ekzistojnë ende llogari sekrete, të hapura në emra të koduar ose të shoqërive fantazm, që askush nuk i ka prekur prej dekadash? Çfarë nëse diku në thellësitë e një banke në Zyri ose Gjenevë qëndrojnë ende miliona që Vërlaci mori nga Shqipëria? Ato para mund të ishin përdorur për të ndërtuar shkolla, spitale, rrugë, por në vend të kësaj u shndërruan në artë të fshehur dhe u harruan. Kjo nuk është thjesht një pyetje historike.
Është një pyetje morale. Sepse nëse ato para ekzistojnë ende, ato i përkasin popullit shqiptar. Dhe nëse ato nuk do të kthehen kurrë, atëherë historia e Vërlacit nuk është thjesht historia e një oligarku që aratiset, është historia e një vjedhjeje që vazhdon edhe sot. Ekziston një dokument që shumë pak njerëz e kanë parë ndonjëherë, një letër e shkruar me dorë nga një ishroje e Vërlacit, e gjetur në arkivat e sigurimit të shtetit në vitet e 90. Autori, i cili kishte shërbyer në konakun e Vërlacit për 16 vjet, e shkroi atë në burgun e Burrelit në vitin 1947, pak para se të pushkatohej. Letra nuk ishte drejtuar askujt, ishte thjesht një përpjekje për të lënë dëshmi, për të shpjeguar se si një njeri thjesht kishte përfunduar në pritjet e ekzekutimit për një njeri që e kishte braktisur. Unë besova se ai do të na merrte me vete, shkruante ai me shkronja të dridhuara. Ai na tha se kishte marrë veshje me italianët, se kishte para për të blerë kalimin ton. Ne pritëm në errësirë duke dëgjuar zhurmën e makinave që largoheshin. Kur kuptova se ai kishte ikur pa ne, ndjeva diçka që nuk mund ta përshkruaj, jo vetëm frikë, por një lloj turpi të thellë, sikur të kisha qenë budalla që besova se jeta ime kishte vlerë për të. Kjo letër nuk është vetëm një dëshmi historike. Është një dritare në shpirtin e atyre që u tradhtuan, njerëz që nuk ishin as heronj, as kriminal, por thjesht shërbëtor që kishin besuar se besnikëria do të shpërblehej. Sot, më shumë se 75 vjet më vonë, kjo letër qëndron në një dosje të verdhur në Arkivin Qendror të Shtetit, e lexuar nga pak studiues dhe e harruar nga të gjithë të tjerët. Por pyetja që ajo ngre është e pavdekshme, sa njerëz të tjerë shkruan letra të ngjashme në errësirën e burgut, duke u përpjekur të kuptojnë se si besnikëria e tyre u shndërrua në dënim me vdekje? Dhe sa prej atyre letrave nuk mbijetuan kurrë, u dogjën ose u shkatëruan, duke lënë vetëm heshtjen si dëshmi të fundit të tradhtisë së Vërlacit? Ajo që bën historinë e Vërlacit edhe më të dhimbshme është se ai nuk ishte thjesht një njeri që mori pasurinë dhe iku. Ai ishte një njeri që jetoi një jetë të dyfish kaq të përsosur sa edhe ata që e njihnin më mirë nuk e kuptuan kurrë plotësisht se kush ishte ai në të vërtetë. Në publik, ai ishte çifligari i bamirës. Ishte njeriu që ndërtonte ura dhe shkolla në fshatrat e tij, që shpërndante ushqim gjatë viteve të urisë, që fliste për dashurinë e tij për Shqipërinë dhe për përgjegjësinë e klasës së lartë ndaj popullit. Por në privat, në dhomën e tij të mbyllur në konakun e Tiranës, ai ishte një tjetër njeri, i ftohtë, llogaritës, i fiksuar pas çdo detaji të transferimit të pasurisë jashtë vendit. Një ish sekretar i tij, i cili arriti të aratiset në Greqi dhe më vonë dha një intervistë të rrallë në vitet e 60, rrëfeu një skenë që e kishte shqetësuar për dekada. Një mbrëmje, në fund të vitit 1943, hyra në zyrën e tij pa trokitur sepse kishte një urgjencë. E gjeta duke numëruar monedha ari, të radhitura në grupe nga 100 mbi tavolinë. Kur më pa, nuk u trondis. Thjesht më tha, mbyll derën dhe mos fol për këtë me askën. Unë pash në sytë e tij diçka që nuk kisha parë kurrë më parë. Nuk ishte frikë, por një lloj qetësie e ftohtë, sikur ai tashmë jetonte në një botë tjetër, larg Shqipërisë, larg nesh të gjithëve. Ky kontrast mes maskës publike dhe realitetit privat nuk ishte thjesht hipokrizi. Ishte një strategji e qëllimshme. Vërlaci e dinte se sa kohë ai dukej si një patriot, askush nuk do të dyshonte se ai po zhviste vendin nga pasuria. Dhe kjo strategji funksionoi me një përsosmëri tronditse, deri në momentin kur gjithçka u shemb dhe maska ra, duke zbuluar një njeri që nuk kishte asnjë lidhje emocionale me vendin që pretendonte se e donte. Por çfarë ndodhi me familjen e tij gjatë asaj kohe? Çfarë dinin gruaja dhe fëmijët e Vërlacit për atë që po ndodhte? Kjo është një nga pyetjet më të errëta dhe më pak të eksploruara të historisë së tij. Gruaja e Vërlacit, e cila rrallë shfaqej në publik, jetonte një jetë të izoluar në konakun e Tiranës. Ajo nuk jepte intervista, nuk merrte pjesë në ngjarje shoqërore dhe sipas dëshmive të shërbëtorëve, kalonte shumicën e kohës në dhomat e saj private, e rrethuar nga shërbëtorët dhe fëmijët. Por a ishte ajo vërtet e paditur për atë që burri i saj po bënte? Apo ishte thjesht një bashkëfajtore e heshtur që zgjodhi të mos shikonte sepse jeta e saj e rehatshme vari nga ajo ignorancë? Një shërbëtore e vjetër e intervistuar në vitet e 80 rrëfeu një detaj që hedh dritë mbi këtë pyetje. Një natë, pak para se ata të largoheshin, dëgjova zëra të lartë nga dhoma e zonjës. Ajo po qante dhe po thoshte, çfarë do të ndodhë me njerëzit që na kanë shërbyer? Nuk mund t'i lëm kështu. Dhe Zoti Vërlaci ju përgjigj me një zë kaq të ftohtë sa më dha ftohtësi.
ata kanë bërë zgjedhjen e tyre duke shërbyer për ne. Tani duhet të përballojnë pasojat. Pas asaj nate, zonja nuk foli më për këtë. Ajo thjesht filloi të paketonte sendet e saj në heshtje, sikur diçka brenda saj kishte vdekur. Kjo skenë, nëse është e vërtet, zbulon diçka edhe më të dhimbshme se tradhtia e Vërlacit ndaj shërbëtorëve të tij. Ajo zbulon se edhe brenda familjes së tij ekzistonte një ndarje mes atyre që kishin ndërgjegje dhe atyre që kishin zgjedhur të mbijetonin me çdo çmim. Dhe pyetja që mbetet është kjo: a mund të jetosh me veten kur e di se mbijetesa jote është ndërtuar mbi sakrifikimin e të tjerëve? Ndërsa Vërlaci po përgatitej për aratisje, Shqipëria po shkatërrohej. Lufta kishte lënë pas një vend të copëtuar, ku uria dhe sëmundjet vrisnin më shumë njerëz se plumbat. Në fshatrat e Myzeqes, ku dikur shtrirreshin qifligjet e Vërlacit, fshatarët jetonin në një gjendje mirimi që sot është pothuajse e pabesueshme. Kasollet e tyre ishin ndërtuar nga balta dhe kallam, pa dritare, pa ngrohje, pa ujë të pastër. Fëmijët vdisnin nga malaria para se të mbushnin 5 vjeç. Gratë lindin në kushte kaq primitive sa shumë prej tyre nuk mbijetonin lindjen. Burrat punonin nga agimi deri në perëndim, por të ardhurat e tyre ishin kaq të ulta sa ata nuk mund të ushqenin familjet e tyre. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, Vërlaci jetonte në një konak me 10 dhoma, ku qentë e tij të gjuetis ushqeheshin me mish të zgjedhur dhe ku shërbëtorët e tij visheshin më mirë se shumica e fshatarëve. Ky kontrast nuk ishte thjesht një pabarazi ekonomike. Ishte një mizori sistematike, një shfrytëzim kaq i thellë sa ai kishte shndërruar njerëzit në vegla, diçka që përdorej dhe hidhej kur nuk ishte më e dobishme. Dhe kur erdhi momenti i aratisjes, Vërlaci nuk ndjeu asnjë përgjegjësi ndaj atyre njerëzve. Ai nuk mendoi se pasuria që po merrte me vete ishte ndërtuar mbi vuajtjen e tyre. Ai thjesht e pa atë si pronën e tij, diçka që kishte fituar me zgjuarsi dhe që kishte të drejtë ta mbante. Kjo është ndoshta aspekti më i tmerrshëm i historisë së tij, jo se ai vodhi, por se ai nuk e konsideroi kur vjedhje. Për të, gjithçka ishte e lishme, sepse ai kishte pushtetin ta bënte. Kur Vërlaci arriti në Zvicër në fund të vitit 1944, ai nuk erdhi si një refugjat i dëshpëruar. Ai erdhi si një njeri i pasur që po ndryshonte vendbanimin. Ai mori një apartament në një nga lagjet më elegante të Zyriut, me pamje nga liçeni dhe Alpet. Ai hapi llogari të reja bankare, duke konsoliduar pasurinë që kishte transferuar gjatë viteve. Ai filloi të jetojë një jetë që shumë zviceran do ta kishin zili, darka në restorante të shtrenjta, shëtitje përgjatë bregut të liçenit, vizita në opera dhe koncerte. Ndërkohë, në Shqipëri, njerëzit që kishin shërbyer për të po arrestoheshin një nga një. Disa u pushkatuan brenda javësh. Familjet e tyre u shpërngulën nga shtëpitë e tyre dhe u dërguan në zona të largëta, ku u detyruan të punonin në kushte skllavërie. Fëmijët e tyre u stigmatizuan si fëmijë të armiqve të popullit dhe u mohuan të drejtat bazike si arsimi dhe puna. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, Vërlaci nuk bëri asgjë. Ai nuk u përpoq të ndihmonte askën. Ai nuk përdori pasurinë e tij për të korruptuar zyrtar dhe për të shpëtuar jetë. Ai thjesht jetoi jetën e tij të re, sikur e kaluara e tij nuk ekzistonte, sikur njerëzit që kishin besuar tek ai nuk ishin kurrë real. Dhe ky është ndoshta akti më i ftohtë i tradhtisë së tij, jo se ai i braktisi ata, por se ai i harroi ata, sikur ata nuk kishin qenë kurrë më shumë se hije në jetën e tij. Por a ishte Vërlaci vërtet i qetë në Zvicër? A arriti ai të jetojë pa u munduar nga e kaluara? Kjo është një pyetje që nuk ka një përgjigje të qartë, sepse Vërlaci nuk la pas kujtime, nuk dha intervista, nuk shkroi letra që zbulonin mendimet e tij. Por ekzistojnë disa detaje të vogla që sugjerojnë se ndoshta, në thellësi, ai nuk ishte kaq i qetë sa dukej. Mjeku i tij personal në Zyri e trajtoi gjatë muajve të fundit të jetës së tij. Ai rrëfeu në një intervistë të rrallë në vitet e 50 se Vërlaci vuante nga pagjumësi kronike dhe shpesh kërkonte sedativ të fortë për të fjetur. Ai nuk fliste shumë për të kaluarën, tha mjeku, por njëherë, në një moment dobësie, ai më tha, ndonjëherë mendoj se çfarë do të ndodhte nëse ata do të vinin këtu. Nëse do të më gjenin. Unë e pyeta se kush ishin ata, por ai nuk u përgjigj. Thjesht ktheu kokën dhe shikoi nga dritarja, sikur po priste dikë. Kjo skenë, nëse është e vërtet, zbulon diçka që propaganda komuniste nuk e kuptoi kurrë, se Vërlaci nuk ishte thjesht një njeri i ftohtë dhe pa ndërgjegje.
Ai ishte një njeri që kishte zgjedhur të jetojë me frikën dhe fajin, duke i mbajtur ato të fshehura thellë brenda, duke mos i pranuar kurrë, por duke i ndjerë çdo ditë. Dhe ky është ndoshta dënimi më i madh që ai mund të kishte marrë, jo burgu, jo pushkatimi, por jeta e tij e mbetur, e kaluar në një vend të bukur dhe të qetë, por e mbushur me hije që nuk largoheshin kurrë. Në 21 korrik të vitit 1946, Shefqet Vërlaci ndërroi jetë në klinikën private në Zyri. Sipas raportit mjekësor, ai vdiq nga një sulm në zemër, i përshpejtuar nga stresi dhe mosha. Por ekziston një detaj që mjeku nuk e përfshiu në raportin zyrtar, por që e rrëfeu më vonë në një bisedë private me një gazetar zviceran. Në minutat e fundit, ai po mundoi të fliste, por nuk mund të nxirrte fjalë. Unë u përkula pranë tij dhe dëgjova vetëm një fjalë, të përsëritur disa herë, falje. Unë nuk e di nëse ai po kërkonte falje nga Zoti, nga njerëzit që kishte lënë pas, apo nga vetja e tij. Por ishte e qartë se ai po vdiste me diçka të pasgjidhur brenda tij. Kjo skenë, nëse është e vërtet, është ndoshta momenti më njerëzor në gjithë historinë e Vërlacit, momenti kur maska ra plotësisht dhe ai u përball me të vërtetën e asaj që kishte bërë. Por edhe nëse ai kërkoi falje në ato momente të fundit, a ishte ajo e mjaftueshme? A mund të fshihej një jetë e shfrytëzimit dhe tradhtisë me një fjalë të përshpëritur në shtratin e vdekjes? Apo disa veprime janë kaq të mëdha sa asnjë pendim nuk mund t'i shlyejë? Ekziston një fotografi e rrallë e Shefqet Vërlacit, e bërë në vitin 1933, kur ai ishte në kulmin e pushtetit të tij. Në atë imazh, ai qëndron në balkonin e konakut të tij në Tiranë, i veshur me një kostum të bardhë të qëndisur, me një shprehje të qetë dhe të sigurt në fytyrë. Lëkura e tij është e shëndosh, flokët e tij janë të zinj dhe të dendur, shpina e tij është e drejtë si një shtyllë. Ai duket si një njeri që nuk ka asnjë arsye për t'u shqetësuar, si dikush që beson se bota i përket atij. Por ekziston një fotografi tjetër, e bërë vetëm 11 vjet më vonë, në vitin 1944, pak para aratisjes së tij. Në këtë imazh, Vërlaci duket si një njeri tjetër. Flokët e tij janë bërë plotësisht të bardhë. Fytyra e tij është e thelluar nga rrudha të thella që nuk ishin atje më parë. Shpina e tij është e përkulur, sikur pesha e diçka e të padukshme e ka shtypur atë poshtë. Por më tronditse se gjithçka janë sytë e tij. Në fotografinë e parë, ata janë plot jetë dhe vetbesim. Në të dytën, ata janë të zbrazët, të lodhur, sikur ai ka parë diçka që e ka thyer brenda. Çfarë ndodhi në ato 11 vjet? Çfarë e shndërroi një njeri kaq të fuqishëm në një hije të vetvetes? Përgjigja nuk qëndron vetëm në ngjarjet historike, pushtimin fashist, luftën, rënien e pushtetit të tij. Përgjigja qëndron në atë që ndodh me trupin dhe shpirtin e një njeriu kur ai jeton me frikën konstante se gjithçka që ka ndërtuar mund të shkatërrohet në çdo moment. Për ta kuptuar këtë shndërrim, duhet të flasim për diçka që historianët rrallë e prekin, fizikën e pushtetit. Çdo ditë që Vërlaci kalonte në krye të perandorisë së tij feudale ishte një ditë e mbushur me vendime që mund të çonin në jetë ose vdekje. Çdo takim me zyrtarët italian ishte një lojë e hollë ku një fjalë e gabuar mund të sillte pasoja katastrofike. Çdo lajm për përparimin e partizanëve ishte një kujtesë se koha po mbaronte. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, trupi i tij po paguante çmimin. Një ish shërbëtor i tij, i cili punoi në konakun e Tiranës nga viti 1940 deri në 1944, rrëfeu detaje që zbulojnë se si stresi po e konsumonte Vërlacin nga brenda. Ai nuk flinte më shumë se 4 orë në natë, tha shërbëtori. Shpesh e dëgjonim duke ecur në korridoret e konakut në orët e hershme të mëngjesit, duke folur vetëm me veten. Ai kishte filluar të pinte shumë raki, konjak, çfarëdo që mund të gjente. Duart e tij dridheshin kur nënshkruante dokumente. Dhe ndonjëherë, kur mendonte se askush nuk po e shikonte, ai mbështetej në mur dhe mbyllte sytë, sikur po përpiqej të mblidhte forcën për të vazhduar. Kjo nuk ishte thjesht lodhje fizike. Ishte një lloj shkatërrimi të brendshëm, një proces ku trupi dhe mendja po thyeshin nën peshën e frikës dhe fajit. Dhe pyetja që ngrihet është kjo: a e dinte Vërlaci se çfarë po i ndodhte? A e kuptonte ai se pasuria që po mblidhte po e kushtonte shëndetin, madje edhe jetën e tij? Por edhe ndërsa trupi i tij po dobësohej, mendja e Vërlacit mbeti e mbret dhe e fokusuar në një gjë të vetme, mbijetesën e pasurisë së tij. Ai e dinte se koha po mbaronte, se partizanët po afroheshin, se regjimi fashist po shembej. Dhe ai e dinte se nëse nuk vepronte shpejt, gjithçka që kishte ndërtuar do të humbte.
Prandaj, gjatë atyre viteve të fundit, ai u bë edhe më i kujdesshëm, edhe më sekret. Ai nuk i besonte më askujt, as shërbëtorëve të tij, as bashkëpunëtorëve të tij, madje as familjes së tij. Çdo dokument që lidhej me pasurinë e tij u fshi ose u dogj. Çdo person që dinte shumë u largua ose u heshtur. Dhe çdo transferim parash u bë nëpërmjet kanaleve kaq të fshehura sa edhe sot, më shumë se 78 vjet më vonë, historianët nuk mund të gjurmojnë plotësisht rrugën e atyre parave. Kjo ishte paranoja e një njeriu që e dinte se po jetonte në kohë të huazuar, se çdo ditë mund të ishte e fundit, se çdo person rreth tij mund të ishte një tradhtar. Dhe kjo paranojë nuk ishte e pabazuar. Sepse në fund, ai kishte të drejtë, dikush e tradhtoi. Dikush i dha informacion partizanëve për lëvizjet e tij, për planet e tij, për atë që ai po fshite. Dhe edhe pse ai arriti të aratiset, ai e dinte se nuk ishte shpëtuar, ishte thjesht shtyrë e paevitueshme. Ndërsa Vërlaci po përgatitej për aratisje, një tjetër dramë po zhvillohej në heshtje, shkatërimi sistematik i çdo prove që mund të lidhte pasurinë e tij me veprimet e tij. Në arkivat e sigurimit të shtetit, të hapura pjesërisht në vitet e 90, ekzistojnë dosje që tregojnë se sa metodike ishte kjo operacion. Në muajin shtator të vitit 1944, pak javë para aratisjes së Vërlacit, një zjarr i dyshimt shkatërroi një pjesë të madhe të arkivave të Ministrisë së Brendshme. Aty ruheshin regjistrat e pronave dhe transaksioneve financiare. Hetimi i mëvonshëm komunist konkludoi se zjarri ishte i qëllimshëm, por nuk arriti të identifikonte kush e kishte organizuar. Megjithatë, dëshmitar okular raportuan se në natën e zjarrit, një kolon automjetesh u pa duke larguar kuti të mëdha nga ndërtesa, pak para se flakët të fillonin. Kush ishin ata njerëz? Dhe çfarë ishin ato kuti? Përgjigja më e mundshme është se ato ishin dokumente që Vërlaci donte të zhdukeshin përgjithmonë, kontrata, regjistrat e transferimeve të parave, korrespondenca me bankat e huaja. Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë zjarri nuk ishte thjesht një akt shkatërimi. Ishte një akt i fundit i kontrollit, një përpjekje për të siguruar se edhe nëse ai do të humbiste gjithçka tjetër, historia e tij nuk do të mund të rrëfehej plotësisht kurrë. Por jo të gjitha dokumentet u shkatëruan. Në vitet e 50, gjatë një pastrimi rutin të arkivave të vjetra në një bankë në Milano, u gjet një dosje e vogël e shënuar me kodin SV-SAR 1944. Brenda saj ishin letra të shkëmbyera mes një bankieri italian dhe një banke zvicerane në Zyri, që diskutonin transferimin e një shume të madhe ari në emër të një klienti të veçantë. Emri i klientit nuk përmendej kur drejt për drejt, por detajet përputheshin me atë që dihet për Vërlacin. Data e transferimit ishte 8 nëntor 1944, vetëm pak ditë para aratisjes së tij. Shuma e përmendur ishte e jashtëzakonshme, 150 kg arë të pastër, e mjaftueshme për të blerë qindra hektar tokë në Evropë ose për të jetuar në luks për dekada. Por ajo që është edhe më tronditëse është një shënim i vogël në fund të njërës prej letrave, shkruar me dorë nga bankieri italian. Klienti kërkon që ky transferim të mbetet i fshehtë edhe pas vdekjes së tij. Ai ka frikë se trashëgimtarët e tij mund të jenë në rrezik nëse kjo informacion bëhet publike. Ky shënim zbulon diçka që shumë nuk e kanë kuptuar për Vërlacin, se ai nuk po fshite pasurinë e tij vetëm nga armiqtë e tij, por edhe nga e ardhmja. Ai e dinte se edhe pas vdekjes së tij, pasuria e tij do të ishte një shënjestër, se dikush do të përpiqej ta gjente, ta konfiskonte, ta përdorte kundër familjes së tij. Dhe prandaj, ai ndërtoi një sistem kaq kompleks dhe të fshehtë sa edhe sot, më shumë se 78 vjet më vonë, askush nuk e di me siguri sa para la pas dhe ku janë ato sot. Kur partizanët hynë në konakun e Vërlacit në Tiranë në muajin nëntor të vitit 1944, ata prisnin të gjenin thesare. Ata kishin dëgjuar histori për arka të mbushura me ar, për stoli të çmuara, për dokumente që do të dëshmonin për korrupsionin masiv të klasës feudale. Por ajo që gjetën ishte zhgënjyese, mobilje të rënda, tapeçeri të çmuara, disa piktura, por asgjë që mund të konsiderohej pasuri likuide. Komisarët komunistë filluan një hetim të gjerë, duke intervistuar shërbëtorët, duke kontrolluar çdo dhomë, duke kërkuar tunele sekrete ose dhoma të fshehura. Por nuk gjetën asgjë. Dhe kjo i bëri edhe më të zemëruar. Sepse ata e dinin se Vërlaci kishte qenë njeriu më i pasur në Shqipëri, se ai kishte grumbulluar një pasuri kolosale gjatë dekadave, se ai nuk mund të kishte marrë gjithçka me vete. Duhej të kishte diçka të fshehur diku. Dhe kjo dyshim çoi në një fushat të egër kundër çdo personi që kishte lidhje me Vërlacin.
Shërbëtorët u arrestuan dhe u torturuan për të dhënë informacion. Administratorët e çiftligjeve u pushkatuan si bashkëpunëtor. Madje edhe njerëz që thjesht kishin punuar në tokat e tij u stigmatizuan dhe u dënuan. Por askush nuk dha informacion të dobishëm, sepse askush nuk e dinte të vërtetën. Vërlaci e kishte mbajtur sekretin e tij kaq mirë sa edhe ata që ishin më afër tij nuk e dinin se ku kishte shkuar pasuria. Dhe kjo është ndoshta trashëgimia më e errët e tij. Ai jo vetëm që vodhi pasurinë e popullit shqiptar, por e bëri këtë në një mënyrë kaq të fshehtë, sa edhe pas 78 vjetësh e vërteta e plot nuk dihet ende. Por ekziston një pyetje që historianët rrallë e bëjnë, por që është ndoshta më e rëndësishmja e të gjithave: kush përfitoi vërtet nga arratisja e Vërlacit? Kush fitoi më shumë nga fakti se ai mori pasurinë dhe iku? Përgjigjja e parë që vjen në mendje është vetë Vërlaci dhe familja e tij, ata që jetuan në luks në Zvicër dhe Itali për dekada. Por nëse shikojmë më thellë, shohim se ekziston një tjetër përfitues, një që rrallë përmendet në historitë zyrtare. Pas arratisjes së Vërlacit, pronat e tij u konfiskuan nga shteti komunist dhe u shpërndan tek fshatarët. Por kjo shpërndarje nuk ishte e barabartë. Disa njerëz, ata që kishin lidhje me Partinë Komuniste, ata që kishin luftuar si partizan, ata që kishin pozicione në administratën e re, morën pjesët më të mira të tokës. Ata u bën klasa e re drejtuese, duke zëvendësuar feudalët e vjetër me një elitë të re që pretendonte se përfaqësonte popullin, por që në realitet po ndërtonte privilegjet e veta. Dhe kjo ngre një pyetje tronditëse: a ishte arratisja e Vërlacit thjesht një kalim pushteti nga një klasë në tjetrën? A ishte ai thjesht një simbol i vjetër që duhej të largohej për t'i bërë vend të rejave? Dhe nëse kjo është e vërtet, atëherë historia e Vërlacit nuk është thjesht historia e një oligarku që arratiset, është historia e një sistemi që riprodhon veten, ku emrat ndryshojnë por shfrytëzimi mbetet i njëjtë. Ekziston një dosje në Arkivin Qendror të Shtetit në Tiranë që mbetet e mbyllur edhe sot, e shënuar me kodin VRL 1944 sekret. Ajo u zbulua rastësisht në vitet e 20, gjatë një inventarizimi rutin të dokumenteve të vjetra. Por kur arkivistët u përpoqën ta hapnin, u njoftuan se ajo ishte në një urdhër të veçantë të klasifikimit, që nuk kishte afat skadence. Askush nuk e di saktësisht çfarë përmban kjo dosje. Por ekzistojnë teori. Disa historianë besojnë se ajo përmban korrespondencën e fundit mes Vërlacit dhe bankave zvicerane, letra që do të dëshmonin saktësisht sa para ai transferoi dhe ku janë ato sot. Të tjerë mendojnë se ajo përmban emrat e atyre që e ndihmuan të arratiset, emra që, nëse do të bëheshin publik, do të shkatëronin reputacionin e familjeve të tëra që sot jetojnë në Shqipëri dhe jashtë saj. Por teoria më tronditëse është kjo, se dosja përmban një testament të shkruar nga vetë Vërlaci, ku ai shpjegon se ku fshiu pjesën më të madhe të pasurisë së tij dhe jep udhëzime se si ajo mund të gjendet. Nëse kjo është e vërtet, atëherë pyetja nuk është vetëm çfarë ka në atë dosje, por pse ajo mbahet e mbyllur edhe sot, më shumë se 78 vjet pas vdekjes së Vërlacit? Kush ka interes që e vërteta të mos dalë? Dhe çfarë do të ndodhte nëse ajo dosje do të hapej nesër dhe do të zbulohej se pasuria e Vërlacit është ende e arritshme, e fshehur në llogari që askush nuk i ka prekur prej dekadash? Për ta kuptuar se sa thellë shkonte paranoja e Vërlacit në ditët e fundit, duhet të flasim për një ngjarje që ndodhi në muajin tetor të vitit 1944, vetëm pak javë para arratisjes së tij. Një mbrëmje, rreth orës 9, një vizitor i panjohur erdhi në konakun e Vërlacit në Tiranë. Rojet nuk e regjistruan emrin e tij, sepse ai ishte në listën e atyre që kishin të drejtë për vizita të padukshme. Ajo listë përfshinte vetëm 5 emra, të gjithë njerëz me lidhje të thella me shërbimet sekrete italiane dhe gjermane. Vizita zgjati më pak se një orë. Askush nuk dëgjoi çfarë u diskutua. Por një shërbëtor që kalonte rastësisht pranë derës së mbyllur, rrëfeu më vonë se dëgjoi zëra të larë. Nuk ishte një grindje, por një lloj debati i ashpër, ku Vërlaci përsëriste fjalën jo me një ton që tingëllonte si dëshpërim. Kur vizitori doli, fytyra e tij ishte e ftohtë dhe e palëkundur, por Vërlaci mbeti në zyrën e tij për orë të tëra, duke mos folur me askënd, duke mos ngrënë darkë, duke mos lëvizur nga karrigja e tij. Të nesërmen në mëngjes, ai thiri sekretarin e tij dhe i dha një urdhër të çuditshëm: "Djeg të gjitha letrat që kam shkruar në 3 muajt e fundit. Çdo gjë. Mos lër asnjë fjalë." Çfarë kishte ndodhur në atë takim? Çfarë kishte dëgjuar Vërlaci që e kishte tronditur aq thellë?
Dhe kush ishte ai vizitor që kishte fuqinë të hynte në konakun e tij pa lënë gjurmë? Një teori që ka qarkulluar mes historianëve për dekada është se ai vizitor ishte një oficer i lartë i s-së gjermane. Ai mund të ishte dërguar për t'i ofruar vërlacit një marrëveshje. Nëse paguante një shumë të madhe ari, gjermanët do t'i garantonin atij dhe familjes së tij një kalim të sigurt drejt veriut të Italisë dhe më pas në Zvicër. Por çmimi ishte i lartë, jo vetëm ar, por edhe informacion për lëvizjet e partizanëve, për planet e aleatëve, për gjithçka që vërlaci dinte. Dhe kjo është ajo që e bëri vërlacin të nguronte. Sepse ai e dinte se nëse do të jepte atë informacion, ai nuk do të ishte më thjesht një oligark që aratiset, ai do të ishte një tradhtar që kishte shitur vendin e tij për të shpëtuar veten. Dhe edhe pse ai kishte bërë shumë gjëra të këqija në jetën e tij, kjo do të ishte ajo që do ta përcaktonte përgjithmonë. Por në fund, ai pranoi. Sepse për vërlacin, mbijetesa e pasurisë së tij ishte më e rëndësishme se çdo gjë tjetër, edhe se nderi, edhe se historia, edhe se shpirti i tij. Dhe ky është ndoshta vendimi më tragjik i jetës së tij, momenti kur ai zgjodhi të jetojë me turpin, në vend që të vdiste me dinjitet. Ditët e fundit të vërlacit në Shqipëri ishin një lloj agonie të ngadaltë, ku çdo orë që kalonte e afronte më shumë me momentin e largimit përfundimtar. Ai nuk flinte më. Ai nuk hante më. Ai kalonte netët duke ecur në korridoret e konakut, duke kontrolluar çdo dritare, duke dëgjuar çdo shurm, duke pritur momentin kur partizanët do të vinin. Shërbëtorët e tij e shikonin me një përzierje frike dhe keqardhje, sepse ata e dinin se ai po shkatërrohej nga brenda, se trupi i tij po dorëzohej nën peshën e stresit dhe frikës. Një shërbëtore e re, e cila kishte filluar të punonte në konak vetëm pak muaj më parë, rrëfeu më vonë një skenë që e kishte shqetësuar për gjithë jetën. Një natë, rreth orës 3, e gjeta duke qëndruar pranë dritares së dhomës së tij, duke shikuar nga qyteti. Ai nuk më dëgjoi kur hyra. Ai thjesht qëndroi atje, i palvizur, dhe më pas foli, sikur po fliste me veten. Çfarë do të mbetet pas meje? Çfarë do të thonë për mua kur të jem shkuar? Unë nuk guxova të përgjigjesha. Thjesht u tërhoqa në heshtje. Por ato fjalë më kanë ndjekur gjithë jetën. Ato zbulonin diçka që ai nuk e kishte treguar kurrë, se ai e dinte se historia do ta gjykonte ashpër, se emri i tij do të mbetej i mallkuar dhe se asgjë nga ajo që kishte ndërtuar nuk do të mbetej përveç urrëties. Në natën e 8 nëntorit të vitit 1944, shefqet Vërlaci la Shqipërinë për herë të fundit. Kolonat e automjeteve të tij u nisën nga konaku i Tiranës rreth orës 10, duke lëvizur në errësirë të plotë, pa drita, duke ndjekur rrugë të vogla që shmangën qytetet kryesore. Në makinën e parë ishin Vërlaci, gruaja e tij dhe djali i tij Ismail. Në makinat e tjera ishin bagazhet, arka të mbushura me ar, stoli, dokumente bankare. Por ajo që nuk ishte në ato makina ishin njerëzit që kishin shërbyer për të. Rojet që kishin mbrojtur konakun e tij për dekada, administratorët që kishin menaxhuar çiftligjet e tij dhe shërbëtorët që ishin kujdesur për familjen e tij. Disa prej tyre u kapën brenda javësh dhe u pushkatuan. Të tjerët u dënuan me burgim të përjetshëm dhe vdiqën në kampet e punës së detyruar. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, Vërlaci po udhëtonte drejt sigurisë, duke ditur saktësisht se çfarë po ndodhte atyre që la pas, por duke zgjedhur të mos shikonte prapa. Sepse për të, ata nuk ishin më njerëz, ishin thjesht humbje të pranueshme në një lojë më të madhe, lojën e mbijetesës së pasurisë. Kur Vërlaci arriti në Zvicër në fund të nëntorit të vitit 1944, ai nuk erdhi si një refugjat i dëshpëruar. Ai filloi të jetojë një jetë që shumë zviceran do ta kishin zili. Por brenda tij diçka kishte vdekur. Mjeku i tij personal në zyri, i cili e trajtoi gjatë muajve të fundit të jetës së tij, rrëfeu se Vërlaci vuante nga pagjumësi kronike dhe depresion i thellë. Ai nuk fliste shumë për të kaluarën, tha mjeku, por një herë, në një moment dobësie, ai më tha, unë kam jetuar më gjatë se duhej. Koha ime kishte mbaruar në Shqipëri, por unë zgjodha të iki. Dhe tani çdo ditë që jetoj është një ditë e vjedhur nga dikush tjetër që meritonte të jetonte më shumë se unë. Ky pohim zbulon diçka që propaganda komuniste nuk e kuptoi kurrë. Vërlaci nuk ishte thjesht një njeri i ftohtë dhe pa ndërgjegje. Ai ishte një njeri që kishte zgjedhur të jetojë me fajin, duke e mbajtur atë të fshehur thellë brenda, duke mos e pranuar kurrë, por duke e ndjerë çdo ditë. Ndërsa familja Vërlaci jetonte në luks në Perëndim, ata që kishin shërbyer për shefqetin në Shqipëri përjetuan një fat krejtësisht të ndryshëm.
shumë u pushkatuan pa gjyq. Të tjerët kaluan dekada në burgjet e Burrelit dhe Spaqit, ku kushtet ishin kaq mizore sa shumë nuk mbijetuan. Dhe gjatë gjithë kësaj kohe, askush nuk pyeti ndonjëherë, ku shkuan vërtet paratë e Vërlacit? Kush përfitoi nga ato? Dhe a do të kthehen ato ndonjëherë te populli që u vodh? Shqipëria që Vërlaci la pas ndryshoi përgjithmonë. Reforma agrare e vitit 1945 shpronësoi të gjithë feudalët dhe shpërndau tokat tek fshatarët. Disa njerëz, ata që kishin lidhje me Partinë Komuniste, ata që kishin luftuar si partizan, morën pjesët më të mira të tokës. Dhe kështu, cikli i shfrytëzimit vazhdoi, vetëm me emra të rinj dhe me një retorikë të re. Por pyetja më e madhe nuk është vetëm ku janë ato para. Pyetja e vërtetë është, kush duhet t'i marrë ato? A i përkasin ato trashëgimtarëve të Vërlacit që jetojnë sot në Perëndim dhe që nuk kanë asnjë lidhje me Shqipërinë? Apo i përkasin ato popullit shqiptar që u vodh nga Vërlaci dhe që nuk pa kur asnjë dëm shpërblim për shekujt e shfrytëzimit? Kjo nuk është thjesht një pyetje ligjore. Është një pyetje morale që prek zemrën e asaj që do të thotë drejtësi historike. Dhe përgjigja që japim sot do të përcaktojë nëse historia e Vërlacit mbetet një histori e vjedhjes së pandëshkuar apo bëhet një histori e drejtësisë së vonuar por të arritur. Por ndoshta pyetja më tronditëse e të gjithave është kjo: çfarë nëse e gjithë kjo histori nuk ishte thjesht një rast individual? Çfarë nëse arratisja, pasuria e fshehur dhe heshtja e bankave zvicerane ishin një model që u përsërit përsëri dhe përsëri? Çfarë nëse Vërlaci nuk ishte përjashtimi, por rregulla? Çfarë nëse edhe sot, në këtë moment, ekzistojnë njerëz që po bëjnë saktësisht atë që bëri ai? Njerëz që po vjedhin pasurinë e një populli, po e transferojnë në llogari sekrete jashtë vendit dhe po përgatiten për ditën kur do të duhet të arratisen? Dhe nëse kjo është e vërtetë, atëherë historia e Vërlacit nuk është thjesht një histori e së kaluarës. Është një paralajmërim për të tashmen dhe të ardhmen. Një kujtesë se sa kohë ne nuk mësojmë nga historia, ne jemi të dënuar ta përsërisim atë, përsëri dhe përsëri. Derisa të kuptojmë se drejtësia e vonuar nuk është drejtësi fare.